Ish gjyqtari Gjingjoni, kandidati i Sali Berishës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, komenton përmendjen e emrit të tij nga kryeministri Edi Rama lidhur me reformën në drejtësi. Gjoni thekson se megjithse reforma në drejtësi ishte një nevojë urgjente për Shqipërinë, ai ishte i gatshëm të largohej vetëm që të mos prekej pjesa tjetër e drejtësisë. Emrin tim Edi Rama e lidhi me reformën në drejtësi. Po, nëse reforma në drejtësi do të bëhej për mua, unë isha i gatshëm të largohesha, që të paktën mos të prekej pjesa tjetër e drejtësisë. Edhe pse drejtësia në atë kohë kishte shumë defekte, unë e shikoja atë si një sistem që kishte nevojë për përmirësim, thot Gjoni. Ai shton se lufta e tij më e madhe nisi kur u zgjodh antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ish gjyqtari e cilëson veten si një figurë të parimeve të forta, duke theksuar se ai nuk e ka lidhur kurrë vendimarrjen e tij me politikën. Isha me bindje të djathta, por kurrë nuk i kam manifestuar ato në vendimet e mia. Nëse pyesni, ka personazh të Partisë Socialiste që kanë qenë shumë të kënaqur nga vendimarrjet e mia. Simboli i reformës në drejtësi u bë sepse isha unë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Kisha parime dhe mbaja fjalën, isha një zë i fuqishëm, deliron Gjingjoni, i përjashtuar tashmë nga drejtësia si korruptuar dhe i strehuar si gjithmonë tek lista e Sali Berishës në Partinë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit për Lezhën